Fotoja kur Rozana Radi pozonte me Laertin dhe nënën e tij para shumë vitesh, bashkë me priftin e njohur që u fut në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, gjatë lojës së reagimeve, menjëherë u interpretua si një shenjë fakti se miqësia mes dy aktorëve është jo vetëm e konsoliduar, por shumë e hershme. Fotoja rrëzon debatet, gjoja të ashpra mes dy banorëve të shtëpisë, aq sa publiku mendon se janë vetëm një shfaqje për të treguar të tjerëve që aktorët nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Madje, shpesh ata kanë thënë që ne nuk kemi miq, apo vetëm 2 herë kemi pirë kafe. Lidhur me këtë situatë ka reaguar dhe ish banori Xumi, i cili shkrua në një postim mbi foto se ka folur shpesh mbi këtë fakt kur ishte pjesë e shtëpisë. Kur unë thoja i një pallat pa shkallës më dëgjonte njëri. 2 herë kemi pirë kafe, njëra thot s'kam shtëpi, tjetri thot do më marr banka shtëpinë. Populli nuk ha më bar, nuk manipulojmë dot, as të gënjejmë. Gjithsesi, Saga Pao, përfundon Xumi, mjaft i indignuar në rrjetin e tij social Instagram. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.